Kreu e Agjencisë Mbrojtjes Civile Haki Çako njoftoi se në Bushat po ngrihet qendra e parë rajonale e emergjencave që do të mbulojë Bashkitë e Veriut, ndërkohë që u bën edhe demonstrime praktike për rritjen e gatishmërisë ndaj fatkeqësive natyrore. Në Bushat do të ngrihet qendra rajonale e ndërhyrjes emergjencave civile, e cila do të mundësoj rritjen e kapaciteteve operacionale, teknike dhe ndërhyrëse për të qenë sa më pranë bashkive, njësive të pushtetit vendor dhe njësive administrative apo dhe institucioneve të qarkut të Shkodrës për të menaxhuar sa më në kohë reale që të gjitha fatkeqësitë natyrore. Nisma synon përgatitjen e planeve të emergjencave për bashkitë, trajnime për stafin lokal dhe investime në pajisje infrastrukturë për përballimin e fatkeqësive natyrore. Shqipëria vazhdon të përballet me ndikimet e ndryshimeve klimatike, me përmbytje dhe thatësira gjithnjë më të shpeshta e më intensive, si dhe me fatkeqësi natyrore të tjera, që parasitgjithash rrezikojnë jetën e njerëzve, por gjithashtu shkaktojnë dëme të mëdha ekonomike që ndikojnë tek bizneset. Faza e dytë do të zgjas deri në dhjetor të vitit 2028 dhe synon ta bëjë rajonin e Shkodrës më të përgatitur dhe më rezistent ndaj fatkeqësive natyrore, duke afruar vendin me standardet e Bashkimit Evropian.